Bashkia Vaudesit po kryen një investim që bën të mundur zgjidhjen e problematikës së vaditjeve për tokat bujqësore të fshatrave Shelqet, Pistull dhe Paqram. Po fillon dhe sezoni i vaditjes dhe sot bëmë inspektimin e këtij kanalit që është një investim i bëm nga Ministria e Bujqësisë me Bordin e Kullimit dhe me bashkëpunimin e Bashkisë Vaudesit. Ky investim është një investim shumë i mirë për 3 fshatra, sepse janë kanë 3 fshatra të cilët nuk kanë pas mundësi për vaditje dhe me shtrimin e këtij kanalit me beton, besoj që vaditja merr fund një herë mirë për pa probleme, pra që të kenë sa më shumë vaditje dhe sa më shumë prodhim. Investimet në Bashkinë e Vaudesit do të vazhdojnë përsëri. Shpresojmë që shumë shpejt të fillojë faza e dytë e këtij investimi, sepse ky është ka arrit të bëhet deri 1.3 kilometër ky investim. Shpresojmë se që të bëhet dhe gjysma tjetër dhe 1.3 kilometër dhe të arrit deri në fshatin Paqram. 1.3 kilometër kanal vaditës i Qelur synon të furnizojë me ujë 3 fshatra të zonës. Pjesa tjetër me fjalë është prej 1.3 kilometër sipër është në vazhdim. Kjo ka qenë shumë i nevojshëm ky investim i këtij kanalit kryesor për fermerët që merren kryesisht me bujqësi dhe me blegturi. Periudhë vërtet kanë problem parasysh se këto ka përujët e ujit që kanë pro shumë inerte, ka pas bllokime, kanë pas ngushtime uresh. Më herët Shelqeti, Paqrami dhe Pistulli kanë patur vështirësi në vaditjen e tokave bujqësore. Krahas rrjetit në kanalet kulluese vaditëse, Bashkia Vaudes po investon edhe në infrastrukturën rrugore, duke lehtësuar qarkullimin në zonat periferike.